për vetë qytetin, pa kaluar të fusha, vetë qyteti, ka bërë të gjera që nuk shkojnë nga ana teknike. Tashi, ke parasysh nga Mozlova i dëshmorve, dhe faqe kodë deri të vila, e deri të tëra ajo faqe, aty, ajo ka qenë park. Tashi është park me ndërtesa. Park me ndërtesa. Ati parku, të atërshme, me që ishe në qytet, unë ishe në bujësi, unë kam bërë ujtin e gjithë kodrave, që aty, e deri në Porto Romano. I kam bërë gjithë aty, me presion. Ati majtë kodra ati kalon një kanal që nuk prishme asë një rënjë ulli. Në ka ardhë prokurore ati për atë punë. Pse? Po të dëmtoje një ulli përqëdoheshe mëj. Përqëdoheshe? Nuk kraso do të me këte aj regullën shumë. Ulliri mbroj shumë, sa ka qenë, si thonë asa qenë kone Skënderbeu, ta i që martoje, ata martoje do mbilli një ulli. Dhe me ishtë tradit e vjetër, ne prishëm. Ta shi, këta tursit, veç po bënë bujitin e vetina, na bënë bujitin e parkut. E më dhanë urdu, këta më bëhe dhe këshu, e bëra, të gjithë projekte, deri që mu e ullqinau, të tore Venecias aty, e bërë gjithë sistemi ujitës aty. Tja shikon të shi, a ishe park, zdu e shprishur. A ju bë ndërtesa. Ta shi, themi, për shilun, kur ishte park, gati 50% e sasisë reshë rinde aty në tokë, gjusë ma ikte, zbëndë dëmë. Ta shi, a ju bë beton e gjitha. Betoni gjam, betoni shu, dhe vetë ajo gati 100% e reshëve rjedhin. Ku do ven këto? Do ven të aji bulevardi Durrësit dhe mblidhin tërë të Ure Delanit dhe shu. Për atë rrugë kryesore nga Ure Delanit deri aty, unë bashkë me tjetër kemi punuar dhe kemi vend duke pas parasysh se tendencën, se si që barakom tendencën, e ndryshon vund të bacionën më të mlaj gjë këshumë. Unë para 3 muajsh, 4 muajsh, pash ati po punon në ati, po vini tupat vegjil. Durë si mbytet, ajo shtjesë shumë madhe. E gjitha e si përfaqe, beton. Rrjetë e gjitha. Nga park. Park e dhe gjysma. Ka një logikë. Kjo është brenda në Durrësi, i qëtëri gjë gabimet e që bëjnë në kanalizime, gjë kështu, po themi ajo është... Kryesorja është pra kjo. Pastaj, vidh dhe gabimet e kanalizime. Kur zbresim poshtë, fusha, ishë kënet a që thunë aty. Ajo, që kur u lanë lëvizja lirë atje, 2 parcelat e para me njerë pas rrugës që shkon nga Ure Delanit dhe Rëshbullës atje. Se kishin sa ndërtesë aty. Pas asaj, 2 parcela aty, si mbajmë, ashtu, fillojnë mbush. Pse i latë ju dikur ato? Pse nuk ndërtoj aty? Cila që arsye? Ne kishin një rregull aty. Kur vjen puna për kur thahen këneta, liqene, këneta aty, nuk duhen bërë ndërtime brenda, duhen bërë jashtë. Pse ato kullojnë me hidrovor, po hidrovori makineri është, ka defekt. Po një defekt bëhet mbytet gjitha jo atjen, mbytet e gjitha. Edhe për këtë, a herë i hidrovorët kishin 2 linja tensioni lartë furnizimit, pa varura, që në qëse dëmtojnë njëra të ishte tjetra. A që rëndësishme ishe puna i hidrovorët ati për përmbytit. Kurse, ati në Durrës, njërë në linja e hoqën, kanë dhënë një grup dizel, pra ati, po jo makineri ishte ajo. Ta shi, po thëmë si aspekt, se i lanë, shteti s'duhet të lejonte këtë punë. S'duhet të lejonte ndërtimin? Ku s'duhet të lejonte? Shteti? Po e lejoj. Cili shtet? Se kjo problemi. Atë tëra pana... Shteti në kohën tua ju pyeste juve. Tani, kë pyet shteti që ndërton? Ndërtuesit pyet apo...
Të tërë paleje ishin atë. Pastaj legalizoi, se dole legalizimi. Dole legalizimi, ajo e ta posi mirë këtë punë. Tashti, mua një firmë, tregoj një episod këtu. Një episod këtu për këto. Ato para që ishin këtu. Një firmë ndërtimi, kisha në dakord me bashkin edhe të bënda kanalizimet atyre. Se nga gjeti emrin tim edhe vajta unë dhe në vënd të pashë. A, ke vajtur në kënet? Ke vajtur në kënet më pas? Edhe vajta për këta. Po në ka vajta dhe të ashim, në bëndë. Po i pash ata. Ata e kishë shpit anës kanaleve. Ishë kanalet këllus. Po. E thash, ju keni pyetër që keni hyrë këto? Po tha, ne gjithë vënd boshta e u fëtëm da. Po këta që janë rreth e rotull, budale janë që s'kanë ardhë këtu, i tha, ju a kam thënë kështu. Po, ju gjithë të lirë, shteti së tha gjithë, po. Nuk pyetët të thashun qikë, se kjo ka qenë kënet, po, mund të kthehet kënet, i thashun. Bumba i hidrovori atje, duhet edhe jo. Në një qast të mos punoj hidrovori, që i mbytet. Qërë kërkoni juve këtu, bashkë me firmë. Ja, tha, to kanalet ta të bëhen me tuba, tha, dhe shu dhe. Po ku do derdhe ata, të një kanal më i mafë. Po këj kanal i mafë do bëhen me tuba, jo, vetëm këta, tha, të shumë. Edhe këj me tuba, tha shumë. Nuk ka arsye të bëhen, tha shumë. S'ka arsye të bëhen, se ja ka i ati në dorë. A i kush? Hidrovori. Hidrovori e ka? E ka i në dorë atje. Ju do bëni mirë që tikni. Se këtu. Edhe i thashtë e këtia, edhe atyre, unë nuk marë përsi për të bëj prej këtu, edhe se bëra. Spranova. Po këshu kam veprur në Porto Romano. Vajte në Porto Romano atje, me një firmë, që donin të bëjnë punime pas në kanalin, pas derdhës hidrovori në detë. Doni jazinin grykën, ajo është pjesa me thellë dhe pranaj që bërë dhe hidrovori aty, jazinin grykën aty, edhe kishë mendor të bërë një kanal tjetër anës së ordinaturit se ta derdhin më në veri. Dhe shumë, për këto që thoni ju, dhe shumë, keni marrë leje nga shteti, dhe shumë. Si tha, më shikoj kështu, leje nga shteti keni marrë, dhe shumë, për këtë punë. Ma e regullojnë vetë në të punë. Nuk, atë presë se që, e regullojnë vetë. Në gjojë, thëshun. Unë gjithë këtë fushë tu, kam dorë, thëshun, kam bërë projekte, thëshun, dhe kështu. Nuk ma bënë zemra të prish punën time, thëshun. Punën time, po them. Pa më nëse ishte shtetit, kishë atje, po punë ime, ndjetë se ime, thëshun. Nuk bëjnë nga këto gjera, thëshun.